Dami përgjithësi 80.000 euro. A ju kanë marrë diçka? Jo, s'kanë marrë, s'besoj që kanë marrë, po me kanë thyje që këta, kanë bo shumë doma me eshe. A ka qenë policia, ka bëjë thyje? Po, kanë bo, sot mëngjes ishin policia, edhe gjë mbrëmje bilim ato kishin fillu me thyje, po ndryshe sot kur edhe se gjas në alishin as policia se ishin rrugët e zonta, nonën e kishën vetë, fëmijët e vllavit me gjithë gruën ishin këto, ato me stres, ma si me të kajt, me më thëtë tash, unë mundova të hi, po së më lishojshin as policia, edhe që është. Është hera e parë që shka ndodhë kjo, për ka ndodhë? Ja, kjo ndodhë edhe para, së di, nuk ishte, së di, nuk e di kur ka ndodhën, po kjo është e dyta hera, kupton e, edhe që, po ndryshë unë ku marrë në Pigurbeti, jom në Amerikë, ku marrë me investirë në këtë dërzavën tonë, muti me i thonë, ameshe. Në përgjithësi për krejt, ameshe, a kof Macedon, a kof Shqiptar, ameshe, mu më vajnë keq që ka ndodhë që aksidenti që e mbajtën që qatë gjallin e ri, po se ato u bonshti, nuk do me thonë dhe me këqi, e në pi atajve jonë të këqi, e në pi tonës tonë, këpëtëne, kjo me dhe vërtet është mare për popullin, për Balkanin, gjibonët të të ne. Sa gjithë tomë që tërse ka e nënë, me stres e me sen, të vajsh Pigurbeti, i përnysh me gjerës me asë, di investiri, shpaj ma pa, që gjibonët. Po e kësaj koft, zoti është i mathë, gjithmonë, mas kësaj të keqës fshehet një e majrë, me qashta me jetu, me